atë që lam për gjysmë në pjesën e tretë. I kemi dhënë komunikimin e parë dhe të bukur fermerëve tanë, por është momenti që të shkojmë tek ata për t'i dhënë komunikimin e dytë, i cili është i papritur për ta, sepse nuk janë ndjeni, por në të njëjtën kohë as pak e bukur, përsa kohë që njëri prej tyre sonte, mos më çoni ende ju lutem, zërin atje, se ndonjëherë kamerak se më dëgjojnë para kohë, njëri prej tyre sonte skualifikohet nga gara, duke humbur kështu mundësinë e një finale të madhe. Tani po, mund të më dërgoni. Fermer. Pika. Jam me ju. Qojmi papka. Dhe kjo muzika, besoj e kuptoni, teksa e theksoni që përcakton një emocion të fort, ose më saktë, Andrea? Të eliminuarin. Pak a shumë. Sepse, çfarë ju nuk dini është që me televotimin e hapur për finalistin e parë, publiku është njoftuar edhe për rëndësinë e votave tek 2 më pak të votuarit. Që sonte, pasi unë t'ua komunikojnë nëpërmjet zarfit, emrat e tyre, do duhet të përballen në një sfidë kokë më kokë. Dhe për herë të parë në këtë edicion të dytë, sfida do të përcaktoj skualifikimin nga loja. Sonte. Një formë e njohur kjo për Biblën e këtij formati. Ju ftoj të ngriheni të gjithë në këmbë në mes të arenës, përveç finalistit të parë, përveç Big Mamës. Dhe përveç me s'kam punë, se unë eliminuar jam. Është moment dramatik. Po nis me leximin e emrave. Fermeri i parë, më pak i votuar. Është Nena. Fermeri i dytë, më pak i votuar, i cili përballet sonte në një sfidë me Nenën, është Ylli. Ylli dhe Nena, qëndroni atje, pjesa tjetër mund të pozicionohet. Pjesa tjetër mund të pozicionohet, Yrana. Ti je pjesa tjetër. Atëherë, si që a tregova, ju të dy do të sfidoheni me njëri tjetrin. Por ashtu siç Bibla e përcakton këtë mënyrë skualifikimin në këtë pikë të lojës nga gara, përcakton edhe një formë e cila vjen sonte për herë të parë në zbatim në rast se fermerja vajzë do ta dëshirojë. Duke qenë se sfidat janë sfida force, Bibla përcakton që fermerja vajzë ka të drejtën të përzjedh një nga fermerët e tjerë djalë në këtë rast, për ta përfaqësuar atë në sfidë. Por, nëse ai fiton, fiton Nena. Nëse ai humbet, skualifikohet Nena. Jam e qartë? Po. Tani, këtë vendim mund ta marrësh qoftë në këtë moment, qoftë në momentin që shkojmë tek arena jashtme dhe ti njihesh me sfidën. Dhe pastaj me pas sfidën fillimisht? Po, patjetër. Atëherë ju ftoj që të drejtoheni tek arena jashtme. Ku e peti që ke parti? Të gjithë.
Albano, merr edhe pjesën tjetër të lutem. Themi ne në studio sa ata të bëhen gati për sfidën. Ylli dhe Nena, 2 më pak të votuarit, portretet as pak të gëzuara, jo pa të drejtë e pritshme. Castro? Për mua po, mendoj që të dy një mirë ose një tjetër e kanë ezauruar ciklin e tyre, madje mendoj që Ylli ka qenë edhe pak repetitiv, jo ai vetë, por ndoshta historik ose lëmshi që ai rrotulloi, si puna e asaj mace sime në shtëpi që e ka të lëmshin e leshit që e lëshon e merr e tjerë e rrotullon në të njëjtën kohë. Nena pastaj nga ana tjetër erdhi si një element i ri dhe aty secili prej fermerëve i di themi pikat e veta të forta ose ku do të luaj. Mendoj që edhe Nena i luajti të gjithë pikat e saj, sharmi, mangupëria, jo, kjo domethënë disa element që ajo donte dhe të identifikohesh aty. Votimi i njerëzve rezultoi që asnjërin palë, as palën tjetër, dhe themi tregon një lloj minorance në dashamirësinë apo në votimin që është bërë atyre. Është më bën sens që të dy janë në këtë pozitë. Jacques? Unë mendoj që Ylli është një person me shumë vlera, më ka pëlqyer gjithmonë shumë, sepse pavarësisht sa mund të ketë prodhuar atje, çfarë lloj dinamikash, pra gjithsesi ka sjell diçka simpatike, një djalë shumë punëtor, pra i është bërë fermës si një objekt i domosdoshëm, si me thënë. Pra, për këtë zgjedhje të publikut të vjen ti si keq? Më vjen pak keq, me thënë drejtën, sepse Yllin do doja ta shija madje deri në finale, do thoja sepse është përpjekur me atë mënyrën e vet, nuk ka patur shumë aleat, por është përpjekur të gjejë ata të vetët. Megjithatë, Nena më pëlqen më shumë se Ylli, sepse ka prodhuar më shumë ngjarje në fermë, dhe është një ndër personazhet që ka krijuar më shumë konflikt, kontradikta, debate. Është një person që do t'i duaj fermës deri në fund të ata janë 9. Në finale, nuk ta them do të numrin sot, por nuk mund të jenë 9. Është e vërtetë, që do të thotë duhet të eliminohen. Kjo është edhe formula, patjetër. Megjithatë, mendoj që Nena është pak më e fortë se Ylli, sepse jo, që do të thotë e kisha fjalën Jacques, kush mund të ishin emrat sipas teje në rast se këta të dy ti do i preferoje deri në finale? Që do eliminoheshin. Mendoj që Andrea duhet të eliminohet, sepse për mua është sjell në mënyrë pak më harbute, pak më të vrazhd, pak e ka tepruar pak, mendoj unë, me mënyrën se si qasë të tjerëve, me agresivitetin, me tonalitetin, edhe pse është punëtor, e tjerë simpatik si personazh. Do shihja Andrean tek më pak të votuarit? Jo, unë do shihja Andrean tek më pak të preferuarit e mi. Dhe tjetër do shihja edhe u bëra dhe unë si ata tani, po Yllin. Do më thënë Andrean dhe Yllin do kisha parë unë një sfidë. Okej. Mirë, ata i kam gati, kështu që shkojmë tek ky moment i cili është kulminant për sonte dhe i papritur krejtësisht për ata, por edhe për ne. Luana! Për parë kështu se si përcakton sfida të eliminim të mbrëmjes së sotme. Albano, po jam me ju. Nena, eja këtu. Ylli, hajde këtu. Hajde me mua. Luana! Atëherë kam përshtypjen se me sfidën janë njohur, apo jo? Po, mbasi ja u shpjegova lojën, Nena ka diçka për të thënë. Unë e vendosa që Andueli më përfaqësu mu. Pra, Andueli përfaqëson Nenën në këtë sfidë. Nena zgjodhi Andueli si përfaqësues dhe Andueli pranoi me shumë kënaqësi. Dhe Andueli është gati? Ja, 2 sekonda sa të vishe dhe erdhi. Është i shpejtë për të ndruar. Ndërkohë që Andueli bëhet gati dhe të jemi të qartë edhe për publikun që po na ndjek, të lutem na e prezanto pak sfidën. Ta prezantoj. Nena, mund të vishti me çdo marrësh pjesë. Atëherë sfida është e tillë. Një vendoset aty, tjetri vendoset këtu. Kamera largo pak të lutem dhe supozohet të shtyjë njëri tjetrin, prandaj Nena është e disfavorizuar. Dhe duke shtyr, duhet të rrëzojnë, lëshoj tani Nena, se s'po zjemi bashkë. Duhet të rrëzojnë qypin e parë, qypin e dytë, i pari që rrëzon qypin e kuq të tretin aty në mes, shpallet fituesi i sfidës. Okej, pra është sfidë force. Është sfidë force. Ylli, si mendon ti për zgjedhjen e Nenës? Në rregull, është zgjedhja e saj. Unë e pata ndërmend mjalon lojën kësaj, me të vërtetë, me thënë drejtën, përderisa jam që 2 muaj,
Bona mene mjalon, nëse i shkon kjo, tash masisht. Jo, përderi sa nuk është kjo, se unë e thash nëse është kjo... Po ajo del eliminohet. A? Del ajo nëse unë betan dueli. Okej. Po, ato e dashta me bo. Okej, atë bëja. Në rregull. E frika më e madhe aty. Nuk e kuptove Ylli, fal, çfarë the dhe një. E pata njetë nëse është nenaj dhe jo me të mjalon lojën për me fitu ajo, sepse unë jam që 2 muaj ditë, edhe fakt gati po bëhen 3, edhe unë e kom shiu këtë eksperiencë, besoj që e kom dhonë matë mirë të mundshme, kështu që pse jo, kisha pas qef me tregu nena hala vetën këtu. Atëhere, Anduel, vendosemi? Andueli është gati, nda juftoj që të poziciononi. Kjo është e balancuar më, shiko, kjo janë të larguara, kështu që krau nuk ka rëndësi sepse keni njësoj. Po. Në qofse keni preferencë për Ylli, në qofse keni preferencë për ndruar krau, na thuaj që tash. Jo, s'ka kom problem. Okej, në rregull, vendosuni? Albano, Anduelit ja ke shpjeguar sfidën? Po, ja shpjegova dhe Anduelit, po. Okej. Atëherë ne jemi gati kurdo që ju jeni Po të gati. mgëm, tash ajo atyr, zohet me këto duhet me ullë poshta. Jo, duhet ta qëlloni me këmbë. Skualifikostiv, Albano, Po, a ja nisim? po, 3, 2, 1, go! Vetëm që ishte kështë, se të tishtë ajo në kisha fitu lojën. To i baj. Për zotin e madhë. Tishtë ajo në kisha fitu. Nena, të lutem. Kaq. Nena, të lutem. Vanë si trend për të shkët punë. Dirë këtu, hajde. Bëtha gji. Nena, më vjen keq. It's okay, jom knaqë shumë. Se e pata njetë me talon edhe të Ylli e fitus. vetë se zgjedha ato, s'mujta me talon. Ylli, urime. Faleminderit. Faleminderit për pjesëmarrjen në fermërim. Faleminderit për mundësi. Nena, unë besoj që të dy ju, po ti sonte që po largohesh, duhet jesh shumë krenare për eksperiencën tënde, për këtë mundësi. Edhe ne kemi qenë shumë të lumtur për të dy ju që keni qenë pjesë, sepse përfaqësoni një pjesë shumë të rëndësishme të shpirtit të shqiptarëve, që është edhe Kosova jonë e dashur. Kështu që unë të ftoj të përqafohesh me të gjitha ta dhe të pres me shumë dashuri në studio. Shumë faleminderit. Ato që kemi falin. Haka. Da, vaqë. Se ku më besu që ka të rita o zemrën, drujtë zote. Shumë faleminderit. Inshallah, të natë mira zotë tjerë. Si gjërë pëstes. Andrea, Së këtëse, ju zote, ju kërkaj falja krejtve. por ke qak më folë. Zogi. Hajtë që kima arë bejem, këtë famë. Atje. Kismet. O zotë. Edhe të këmë kërku falje me shpirt. Hajtë që do vite akorde. Smet, Eran. Faleminderit shumë për çdo fjalë, për eksperiencën që ma ke dhënë këto, që ma ke mundësuar me Konë pjesë asoj shfaqe. ashtu. Kellëm në mbrejse shumë Shumë faleminderit. për te lojsh. Mama, Je majmon edhe. të që unë të kumë kërku falje me zemër, edhe qa do qa kumë folë në falë. Ta zemën, suksese, i shama gjithë të natë mira tjetë. Atëherë, Albano, të lutem, të ftoj që ta... Vetëm një sekondë lutem, bëhet zemra magji shoft të gjithë paksit të prekur dhe të përlotur, se në momentet të tilla kur ngushtohet gara dhe fillojnë largohen një nga një, e kuptojnë që jeni njerëz rreth par, pastaj fermer, pastaj konkurrent. Një duar trokitje për nenën, për një nga femrat më të mira që kemi pasur si vjet.
Kemi pas nderin ta kemi në ferma VIP 2. Lena, miru pafshim, thaj publiku dhe ikim. Miru pafshim, shihemi. Shihemi këtu Nena, me shumë darë të kitje e për cillim Nenën, Albano të lutem më ndihmo. Ndërkohë që pjesa tjetër mund të ndjekim edhe pak qaste, kisha një komunikim me ta, po nuk ka problem se ja bëj, por shoh që po shkojnë dhe po drejtohen. Komuniko me mu. Erand, atër komunikimin që kam me ty, të lutem t'ja përcjellësh gjithë të tjerëve, është që duhet të bëheni gati për sfidën e buxhetit. E kuptova. Okej? Patjetër. Kaq kisha. Faleminderit. Faleminderit ty që qëndron gjithmonë i fundit për të dëgjuar diçka më shumë. Shumë shkurt, po nuk qëndrova se s'du të vrapoj. E kupton? Jo se përtoj me vrapu. Po shumë shkurt je me mu. Do mundojmë të jemi gjatë herës tjetër. Kthehemi në studio. Sfidë e fortë. Zgjedhja e Nenës për Anduelin. A ishte e duhura? Po s'kishte edhe në zgjedhje shumë të madhe. Kupton, unë do kisha zgjedhur mbase Big Bastën, sepse mbase do kishte luftuar pak më shumë për Nenën. Nuk mendoj që Andueli Mua personalisht duke që luftoj. Mos ja heqim. Luftoj, jo, po nuk besoj nga historiku i marrëdhënies së dyve, mendoj që Andueli nuk është se do jepte shpirtin për Nenën. Qartë. Dhe në fund fare ato janë në një garë. Pra unë ose do kisha preferuar më shumë vend Nenës ta bëja garën vet. Atë thoja të ta pyeta që ja bëri. Kisha qenë në vend të Nenës dhe kisha bërë garën vet. Megjithatë, më duket një përfaqësim dinjitos, Nena më ka pëlqyer, siç e thash, edhe më bëhet shumë qefi që Ylli të paktën vazhdon në garën. Edhe sfidë e bukur, bravo, komplimenta. Sfidë e bukur dhe prandaj edhe Bibla dhe formati përcakton që kanë zgjedhje të tilla në rast se sfida është force për të qenë kështu të drejtë me të gjithë. Ka sot diçka për të shtuar në lidhje me skualifikimin e mëngjesit së sotme, edhe pse atë do ta kemi vetëm pas pak në studio, do kemi mundësi t'ia themi. Në fund vitit 80 pra të shekullit që lan pas, një amendament në Kongresin Amerikan me zor u votua pas 100 vitesh. Një propozim i një senatorit në Pennsylvania në fund të 800-ave për emancipimin e rolit gruas në shoqëri. Dhe kështu me njëherë, pasaj në fillim shekulli dhe deri më sot, e gjithë kjo emancipim apo feminizmi si lëvizje në tërsi në botën oksidentale, pati disa luhatje të vetat. Ku me njëherë pas luftës 2 botërore që mbi 20% e kështu në kalimin e dekadave, ra në fillim të 90-ave në rolin e 14%. Pra, vetë gratë, vetë femrat në planet, nuk doni që t'ishin feministe, ose doni të kishin më shumë pesh tek ata që kanë mbizotruar planetin në mira vitet e fundit. Për të dalë, që janë pak i lumtur dhe pak i gëzuar. Jo, e kisha fjallin që u bë një lloj balanci, jam i mërzitur që doli një grua, sepse realisht këtë vit do doja unë personalisht ja dedikoja fitoren apo finalistëve që të kishe një përbërje më të madhe grash. Grash, bukur. Okej. Vetëm pas pak do të kemi mundësi ta kemi në studio Nenën për të diskutuar kështu rrugtimin e saj, çfarë ka penalizuar e të tjerë dhe një sfidë buxheti, por jo vetëm kaq. Ne do shkëputemi. Ju e dini që shihemi pas pak se na vjen orari me shumë dashuri dhe energji të bukur. Ju qëndroni aty.